Hëna e plotë e shkurtit, në shenjën e Luanit që në një periudhë zhvillimesh intensive dhe ndryshimesh të papritura, veçanërisht për 3 shenjat e zodiakut, të cilat do të ndjejnë energjinë e saj më të fuqishëm se kushdo tjetër. Kjo hënë e plotë e veçantë e njohur tradicionalisht si hëna e borës, shoqërohet me emocione të larta, realizime dhe fillime të reja. Edhe pse dimri është në kulmin e tij, peizazhi astrologjik tregon se diçka po ndryshon rrënjësisht, duke sjellë sqarime, vendime dhe përmbysje. Luani nuk je i panjohur me vëmendjen, kështu që hëna e plotë në shenjën tënde të jep ndjesinë e një kthimi emocional në shtëpi. Kohët e fundit vëmendja jote është përqendruar shumë te njerëzit përreth teje dhe kjo është e vlefshme, pasi miqtë dhe partnerët veprojnë sipas syve të shpirtit, duke të ndihmuar ta shohësh veten më qartë. Megjithatë tani ëndrat dhe dëshirat e tua personale po zënë vend. Sfido çdo mendim të dytë që të mbetet dhe shndrroje ato në një forcë lëvizëse për një vetbesim autentik dhe të fortë. Akrepi, kur beson vërtet në veten tënde, u jep të tjerëve hapësirën të besojnë tek ty. Kjo hënë e plotë drejton sektorin tënd të karrierës, duke të ftuar të nxjerrësh në palë gjithë punën e mbrëmshme që ke bërë. Njohja e talenteve të tua dhe miratimi një mënyrë më autentike të udhëheqjes në punë është padyshim mënyra më e mirë përpara, sepse të luash në anë nuk do të bëjë gjë tjetër veçse të lërë të padukshëm dhe të paplotësuar. Ujori, ky është sezoni juaj dhe me kaq shumë planete që konvergjojnë në shenjën tuaj, evolucioni juaj personal është në gjendje për shpejtimi intensiv. Megjithatë, kjo hënë e plotë ndriçon sektorin tuaj të marrëdhënieve, duke ju ftuar të kërkoni përgjigje edhe përmes të tjerëve. Sa më autentik të jeni, aq më të pastra dhe të më të ndershme bëhen partneritetet dhe lidhjet tuaja.